ushtria shqiptare e ka detyrë prioritare ndihmën humanitare. Në veçanti, në situatën tragjike që kalon populli shqiptar i Kosovës, pranë dhimbjes së tyre u gjend dhe ushtria shqiptare. Ministria e Mbrojtjes dhe Shtabi i Përgjithshëm i Ushtrisë treguan një gatishmëri të lartë për të pritur dhe për t'u dhënë ndihmën e parë shqiptarëve të dëbuar me dhunë nga Kosova dhe nga regjimi kriminal i Miloševićit. Me masa të shpejta dhe efikase, Drejtoria e Logjistikës në Ministrinë e Mbrojtjes përcaktoi dhe planifikoi detyra konkrete për pritjen e njerëzve dhe ngritjen e kampingjeve me repartet emergjencës. Kampingjet e para u ngritën nga repartet e mbrojtjes civile të Republikës, të cilat vepruan me shpejtësi duke u përgjigjur situatës dhe detyrave emergjente. Ushtarë dhe oficer punojnë në ditë e natë pa pushim për të krijuar kushte sa më të përshtatshme familjeve kosovare, duke ia lehtësuar së do pak dhimbjen e tyre. Bashkëpunimi më i mirë që kemi pasur nëse pushtet lokale kemi pasur me ushtrinë. Ka një ndërgjegje të lartë, më vjen shumë mirë që tregojmë vetëm rreth parë si shqiptar dhe pastaj si ushtarak. Tu ka vështirësi nga më të ndryshme dhe unë nuk mund të them se është zgjidhur gjithçka perfekte, por për kushtet që kemi, ka një bashkëpunim të mirë dhe çdo gjë është normalizuar dhe ditë për ditë normalizohet. Me këtë efektiv dhe me këtë staf që unë kam me regjimentin e mbrojtjes civile, mund të kryesh detyra akoma më të mëdha dhe më të rëndësishme në drejtim të emergjencave. Tani sa ditë ne këtu jem vendosur në këtë hotel, them kësaj hoteli është ushtarak, është një hotel komod, pritja ka qenë e mrekullueshme, personeli ndihmës edhe gjithë punëtorët tuna kanë prit me zemër të bardhë, i kanë pritur vëllezërit e tyre të një gjaku, të cilët nga tragjedia kanë qenë të detyruar të vinë në shtetin Am, pra tham të drejtën që edhe ne të gjithë nuk e kemi pritur këtë pritje, me qenë si dim fuqit sociale të vendit të shtetit tanë. Në veçanti, një punë e shkëlqyer është bërë nga të gjithë sektorët e logjistikës, duke përfshirë transportin, shërbimet spitalore, furat e bukës, pajisje me çadra, për ngritje kampingjesh, për ndarje buke, mielli, për furnizime me ujë rreth 40 automjete dhe rreth 40 të tjera për ndërlidhje të policisë ushtarake, të cilat janë në mbështetje të operacionit. Edhe mjekësia ushtarake ka treguar një gatishmëri të lartë që në fillim të ardhjes së të dëbuarve nga Kosova, që në 23 mars 1999 në Kukës u akomodua një grup specialistësh, kardiolog, higjienist, kirurg dhe infermier. Në kampingun e Tiranës u angazhua një ekip mjekësh i emergjencës së MCR-s për dhënie ndihme mjekësore dhe medikamentesh. Një ekip tjetër mjekësh bashkëpunon dhe jep ndihmë mjekësore në Spitalin Italian të Durrësit. Spitali Qendror i Ushtrisë, nëpërmjet 2 brigadave operatore, në gatishmëri të përhershme ka siguruar 200 shtretë rezervë. Rol të veçantë në ndihmën ndaj vëllezërve kosovar kanë luajtur forcat ajrore, të cilat ndihmojnë në menaxhimin e fluturimeve të avionëve të transportit në Rinas, si dhe në transportimin e të plagosurve dhe të ndihmave të tjera humanitare. Për protestash, filloi një revoltë e re. Sipas zyrës së qeverisë federale gjermane për koordinimin e masave të ndihmës humanitare për Maqedoninë,
Si nisme protestës së rreth 2000 vetëve, shërbeu identifikimi i dy familjeve, disa prej pjesëtarëve të së cilave konsideroheshin prej turmës si ish kolaboracionist. Incidenti si pasojë e cilit u plagosën mbi 20 vet, u shkallëzua sipas burimeve të mësipërme në marrjen peng të personave në fjalë, lirimi i të cilëve u kushtëzua me fillimin e procesit hetimor ndaj tyre. Lirimi i pengjeve u arrit me ndërhyrjen e ambasadorit amerikan në Shkup, i cili premtoi jo vetëm fillimin e menjëhershëm të hetimeve, por dhe involvimin e institucioneve përkatëse ndërkombëtare në të. Ndërkohë, sfondi ndryshuar politik i konfliktit është bërë shkak për modifikimin e planeve të organizatave ndërkombëtare për të ardhmen e afërt dhe të largët. Qendra e UNHCR-s në Shkup bëri të ditur mbrëm se parashikon hapjen urgjente të një zyre koordinimi të komisariatit në Kosovë me përfaqësi në të gjitha komunat në vend. Theksi në veprimtarinë e ardhshme të komisariatit të OKB-s për refugjatët, NATO-s dhe shteteve perëndimore pritet të zhvendoset në krijimin e kushteve për rikthimin sa më të shpejtë të refugjatëve në atë vend, ndonse ende nuk është marrë një vendim i qartë për ndërprerjen e evakuimeve. Me telefon nga Shkupi, Mirela Oktrova Demiraj. Ishte një informacion përmes linjës telefonike nga Maqedonia, ndërkohë që do të kemi një tjetër lidhje telefonike kësaj radhe nga Dukagjini nëpërmjet fitnet e Ramosajt. Ka patur sot luftime të rrepta ndërmjet forcave pushtuese serbe dhe njësive të ushtrisë lirimtare të Kosovës në zonën operative të Dukagjinit, në cilat armikut janë shkaktuar mjaft humbje. Le të ndjekim pra nëpërmjet linjës telefonike informacionin e fitnet e Ramosajt. Forcat serbe, të cilave dje pas dite u erdhi përforcime dhe një konvoj i përbërë prej 50 mjetëve të motorizuara serbe nga drejtimi i Prishtinës, sot bën përpjekje të vazhdueshme për të depërtuar në zonat e kontrolluara nga UÇK-ja në ratisht të epërme e në Dashinot, duke dhënë në dispozicion gjithë teknikën luftarake si tanke, minahedhës, kundërajrorë të tipa tesës dhe shpresës. Linda, vajza 17 vjeçare nga Mitrovica, tregon historinë, por dhe ëndrrën e saj. Linda, kishe menduar ndonjëherë që do vinje në Shqipëri? Po, që kam menduar në një mënyrë tjetër të vija në Shqipëri, jo në këtë mënyrë. S'ka menduar se do t'iki prej Serbit të vi këtu në Shqipëri, por kam menduar se një ditë do t'vi për ndonjë festival apo ndonjë gjë tjetër. Ti këndon? Po, tash isha në vitin e parë, por ndërprejnë gjitha dega për kanto. Për kanto? Po. Ne këndoni? Që do t'ju këndojë në diçka. Vajta kalovë gjithë Kalabrinë, askun stakova më Shqipërinë. Linda, që mban mend nga momenti kur ti je larguar nga Kosova? Po, kur jam larguar nga Kosova, manja mendjen vetëm t'i shpëtoja vëllezërit dhe prindrit e mi. Mendoja të shpëtojnë të gjithë, por më së tepër mi mendja momentit kur kam lënë violinën time në Kosovë. Që kisha pas dëshirë që gjithë nëse janë diku gjallë, nuk e di se tash se është dikush gjallë apo jo, kisha pas dëshirë se ku janë e ku s'janë di përshëndet. Po, kisha dëshirë që këngën time që nuk kisha mundësi të interpretoja në Kosovë, sepse ishte një këngë që nuk guxonim të këndonim kështu qeltrazi. Kisha dëshirë që këtu në prezencën tuaj ta këndoj kështu. Vështron hëna lartë në qiell, që për gjak blerimin prill, çfarë ti them nëna so qiell, si t'ja dërgoj kumti në shtëpi. Ëndra e Lindës është të këndojë në festivalin kombëtar shqiptar, ndoshta me një këngë të thurur për violinën e saj të djegur. Por kjo, pasi të kthehej në Kosovën e lirë, vendi që pret të rilind për të fundit herë e për gjithmonë. Viele der Männer begreifen erst jetzt, dass sie in Sicherheit sind. Am Morgen waren sie in Busse gepfercht worden. Die Freilassung erfolgte ebenso willkürlich wie die Verhaftung in Mitrovica, nur wenige Kilometer jenseits der Grenze. Mich haben Polizisten verprügelt. Sie haben unser ganzes Dorf aus den Häusern gejagt und uns gesagt, dass sie uns nach Albanien bringen. Aber dann haben sie uns ins Gefängnis gebracht. Wir schliefen auf dem nackten Boden und bekamen kaum zu essen oder zu trinken. Ständig haben sie uns geschlagen. Nach 3 Tagen